Festat e fundvitit janë periudha ideale e udhëtimit për shumë qytetarë, nga destinacionet më të afërta tek ato më të largëta, duket se tashmë rezervimet janë drejt fundit. Operatori turistik Aneo Hila thot se përgatitjet fillojnë disa muaj përpara, pasi dhjetori sjell rritje çmimesh. Tendenca është që rezervimet të bëhen të hershme, disa muaj, 1 muaj përpara nisjes. Po të vësh re tani çmimet nga dita në ditë ndryshojnë për festat e fundvitit, kështu që unë patjetër, veçanërisht me fluturime, sepse fluturimet janë çmime dinamike, kështu do inkurajoja gjithkënd që ka ndërmend të udhtoj për festat e fundvitit, duhet me patjetër të premtoj sepse të lënit në moment të fundit penalizon veten. Megjithatë, vendet europiane nuk janë e vetmja zgjidhje për shqiptarët, pasi edhe vendi ynë ka potencial për një ofertë gjithëpërfshirëse që i përgjigjet kërkesave të shumë kujt. Por kur në këtë periudhë ne kemi me të vërtet një natyrë shumë të bukur, Korça, Dardha, Thethi, Valbona, pjesa e Dibrës tani që është hapur edhe rruga e Arbrit ka oferta të reja që me siguri shumë shpejt do ketë edhe oferta të mira akomodimi. Në të gjitha vendet me borë, në fund vit kërkesa është shumë e lartë dhe ka vazhduar të jetë, domethënë është një historik prej më shumë se 5 vitesh tani, nuk besoj se ky vit do jetë ndryshe. Po unë e shikoj gjithmonë, se jam i fushës dhe e shikoj që qëndrueshmëria e biznesit nuk qëndron me punën në një datë specifike. Eksperienca që ofrohet në destinacion duhet të jetë e vazhdueshme edhe duhet që t'i nxjisë njerëzit që të udhtojnë. Nuk mbahet dot një hotel hapur vetëm me natën e vitit të ri, apo me festat e nëntorit, apo me Krishtlindjet, apo me çfarëdo lloj feste. Oferta duhet të jetë e vazhdueshme. Eksperienca fokusohet përparësisht te ushqimi edhe te gjëra tradicionale. Kështu që ne këto i kemi. Përveç destinacioneve klasike të fundvitit, duke qenë një vend me emigrim masiv, qytetarët shqiptar pritet të shkojnë në ato destinacione ku kanë të afërmit e tyre, në rastet kur emigrantët nuk kthehen në Shqipëri për festa.